Përshëndetje. Në shumë familje shqiptare, martesa nuk është bashkim, është transferim. Djali transferohet nga nëna te gruaja. E para e ka mbajtur 30 vjet në barkun emocional, e dyta e merr me kontrata fatgjatë, me shpresën se do ta riedukoj. Midis tyre, burri, viktime e dy dashurive që e duan shumë, por nuk din ta lënë rehat. Në fillim gjithçka është si një prrall. Sa e mirë nusja, sa e edukuar nusja. Nëna është e dashur, e mençur si gjithmonë, derisa vjen momenti që dikush i thot burrit, ti mos i dëgjo më ata. Dhe zakonisht ai dikushi është gruaja. Kështu nis një proces delikat, por fatal. Nusja fillon të zhvendos burrin nga prindrit e tij me dashuri, me logjik, me lot, ose me fjalë që çpojnë si fik. Dhe burri, që gjithmonë e ka pasur problem të përballojë tensionin, zgjedh rrugën më të lehtë, heshtjen dhe largimin. Territori emocional. Kush e zotëron këtë burr? Nuk është se nuset janë të liga. Janë njerëzit me sistem alarmi shumë të zhvilluar. Kur hyn në një shtëpi, ku çdo send të kujton nënën e tij, e kupton që je në tokë të minuar. Çdo gjë aty flet. Ky burr ka pasur një grua para teje. Maman. Në psikologji, kjo quhet konflikt për territor emocional. Në kulturën tonë, quhet kë nuk lejon vjera të marrë frymë. Në fakt, nusja nuk po lufton për dollap, por për ndjesinë se burri i përket asaj. Dhe mënyra më e shpejtë për të arritur është ti shkurtoj lidhjet me ish gruan origjinale, në thonjë sigurisht, me maman e tij. Krahasimi. Djalli i çdo martese shqiptare. Asgjë se ndes më shpejt një grua se sa një burr që thot pa mendim, nëna ime e bënte ndryshe. Ky është versioni shqiptar, mos e përmend ishin. Nusja e përkthen dhe e dëgjon, ti nuk je aq e mirë sa ajo. Dhe aty fillon betejë. Nuk bëhet fjala për mënyrën se si gatuhet pilafi, por për sa shumë ndikim te burri ka secila prej tyre. Dhe siç e dim, burrat nuk din të menaxhojnë dy femra me tension. Janë të programuar të shkretët, të zgjedhin njërën për qetësi. Në shumicën e rasteve, zgjedhin atë që i mban çelësat e dhomës. Kontrolli. Kush flet në veshët e tij? Shumë gra nuk duan të ndajnë burrin me askënd, aq edhe më pak me njerëzit që e kanë rritur. Për to, çdo telefonat e nënës është ndikim. Ato duan ta dinë që fjala e fundit në shtëpi është e tyre. Dhe nëse burri mban lidhje të ngushtë me prindrit, kjo e prish rendin hierarkik, që kanë ndërtuar ato me mund. Në psikologji, kjo s'është dashuri, është kontroll përmes afërsisë. Nëse dua të jem e sigurt, duhet të kontrolloj gjithçka që ndikon. Pra, për shumë nuse, shkëputja e burrit nga prindrit nuk është hakmarrje, por strategji sigurie. Nëna që nuk di të dorëzohet. Ta themi hapur. Shumë nëna shqiptare nuk e pranojnë dot që djali tashmë është burr. Për to martesa është si një punë që se kupton pse duhet të lësh dikë tjetër ta marrë. Ato mbeten të pranishme në çdo detaj, këshilla për gatim, për mënyrën si lahen rrobat, për si rriten fëmijët. Nusja ndjen që çdo gjë që bën është e gabuar në sytë e saj. Dhe kur je nën vëzhgim të përditshëm, do ta rrëzosh autoritetin që të shikon si një nxënëse të keqe. Kështu, shumë nuse shtyn burrin të shkëputet, jo për ta lënduar maman e tij, por për të mbrojtur veten nga ndjenja e nënshtrimit. Burri që s'ka dalë kur nga djepja. Pjesa më tragjike është kjo. Shumë burra nuk kanë mësuar kur të jenë të pavarur emocionalisht.
Janë rritur në sistemin mami kujdeset për gjithçka dhe kur martohen, duan që dikush tjetër të kujdeset po njësoj. Në vend të kufive kanë faj. Në vend të qartësisë kanë heshtje. Dhe kur situata bëhet e nxehtë, zgjedhin rrugën e zakonshme. Mirë. S'do shkojmë më te mami. Vetëm mos më fut në stres, të lutem. Në thelb janë burra që se din ku fillon familja e re dhe ku mbaron e vjetra. Dhe kur një burr nuk ka këtë ndarje të brendshme, dikush tjetër e bën për të. Zakonisht nusja. Dashuria që ngatërohet me pronësi. Shumë gra nuk e kuptojnë që dashuria s'është posedim. Por si t'u shpjegosh kur gjithë jetën kanë mësuar se nëse se ke vetëm për vete, se do ata. Në kokën e shumë nuseve, prania e prindërve është kërcënim. Nëse shkon shumë te ata, do më lësh pas dore mua. Kjo frikë e brendshme i shtyn të kërkojnë kontroll total mbi lidhjen. Në vend që të ndërtojnë siguri, kërkojnë ato ekskluzivitetin. Dhe kur nuk e marrin dot, fillon të arrin me distancë. Skepse shkon aq shpesh tek ata. Skepse ti dëgjosh aq shumë ata. Në fakt nuk e urrejnë maman. Kanë frikë prej dashurisë së saj për ty si burr. Kur vjera është më shumë se nën. Le ta themi troç. Ka raste kur denuset kanë të drejtë. Sepse disa nëna sillen sikur janë ende shefat e shtëpisë. I japin urdhra djalit, japin mend për çdo gjë, përgjojnë çdo vendim. Në atë moment, nusja nuk lufton për dashurinë, por për ndërhyrjen. Edhe nëse prindrit s'kan mësuar të ndahen me autoritetin, dikush duhet t'ua heqë atë. Por kur themi nusja e ka larguar burrin nga prindrit, ndonjëherë është mënyra e vetme që ajo të ketë qetësi mendore. Xhelozia që askush se pranon. Nëna xheloze për gruan e djalit. Gruaja xheloze për maman e burrit. Burrat që s'kuptojnë asgjë, por ndjejnë tension dhe pyesin veten, çfarë kam bërë kësaj here unë? Kjo është triada klasike e shkatërimit familjar shqiptar. Në psikologji kjo quhet konkurrencë emocionale. Në realitet quhet po më merr djalin dhe po më ha shpirtin me maman tënde. Të dyja duan dashurinë e plot, të ndarë në 0 pjesë. Dhe burri në mes përpiqet i shkretit të ndajë dashurinë në mënyrë të drejtë, por gjithmonë dikush mbetet i pakënaqur. Zakonisht është ai vetë. Dëmi që nuk shihet. Kur një burr shkëputet nga prindrit për qetësi shtëpie, dëmtohet pa e kuptuar, sepse ndjen boshllëk, faj edhe mungesë rrënjësie. Në psikologji, kjo është një lloj amputimi emocional. Pret diçka që s'duhet prerë. Burri që nuk respekton më prindrit, nuk fiton në respekt nga gruaja. Mund të ketë heshtje përkohësisht, por u mbet një pjesë të vetes. Dhe një ditë, ajo e shtyn të largohet. Do të ndjej distancë dhe vetë kur ai të fillojë të ftohet edhe ndaj saj. Mentaliteti shqiptar, nusja si pushtuese, edhe prindi si viktim. Në Shqipëri shumë nuse hyjnë në shtëpi si të akuzuara paraprakisht. Do na marr djalin. Dhe me që paragjykimi është gati, ajo e bën realitet. Në vend që të krijohet bashkëjetesë, krijohet konkurrencë. Në vend ne jemi një familje e madhe, bëhet secili në llogoret veta. Gati të kërcas pushka, themi. Në këtë mjedis, çdo fjalë e thënë keq kthehet në provë dashakeqësie. Dhe në fund burri, që vetëm donte qetësi, kthehet në shkakun e luftës. Zgjidhja, nëse dikush do ta dëgjojë. Në fakt zgjidhja është e thjeshtë, por kërkon pjekuri që rrallë gjendet. Nënat duhet të mësojnë të humbasin me dinjitet, pra të tërhiqen. Djali nuk është pronë, është njeri që ka të drejtë të ketë grua në jetë. Nuse duhet kuptojnë që dashuria nuk fitohet duke u larguar nga të tjerët, por duke ndërtuar siguri në vetvete.
burra duhet të rriten, jo në moshë, por në shpirt, të mësojnë të vënë kufi, jo të ndërmjetësojnë me lot. Në fund ajo që shumë gra nuk kuptojnë, është se kur i mësuan burrit të harojë nënën, i mësuan dhe si harrohet dashuria. Dhe herët avon, një burr që ka mësuar të kthej shpinën ndaj rrënjëve, nuk ka problem të kthej dhe ndaj atyre që e mbollën përsëri. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Kush të dëshirojë mund të bëj komentet e tij, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jep her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.